Mirë se vini në episodin e 17 të Bahiti Podcast. Kam kënaqësinë përballë meje të kem një nga ata njerëz që zgjedh të dalë rrallë nëpër studio televizive, por në momentin që del ka një shikueshmëri jo vetëm për mënyrën se si ai zgjedh ti thotë gjërat, por edhe për faktin që shkon shumë afër publikut me shpjegimet që jep mbi ngjarjet që njerëzit kanë shumë interes publik për t'i ditur. Historian, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, i sigurisë dhe teologjisë, një nga ata njerëz të cilët kanë njohje të jashtëzakonshme për lindjen e mesme, një temë sensitive, lufta Izrael-Iran, me një interes të madh publik. Unë kam kënaqësinë që ai ka pranuar të jetë me mua sot për të bërë një bisedë rreth lindjes së mesme, por jo vetëm. Ermir Gjinishi, mirë se erdhe në Bahiti Podcast. Faleminderit dhe urime Bahitit Podcast. Ishte kënaqësia ime. Faleminderit që na nderove në Elbasan, edhe për mua është shumë kënaqësi kur i sjell të gjithë të ftuarit e mi këtu, sepse dua që përtej Tiranës të frymojnë edhe qytetet të tjera dhe të ndjehet që ka aktivitet, por ka dhe gjëra të mira dhe të mëdha edhe në Elbasan, edhe në Shkodër, edhe në Korçë, edhe kudo. Filluam fort që në fillim, më kujtova një thënie të një teologu amerikano-gjerman i cili ka një shprehje shumë bukur, mënyrën se si njeriu komportohet me realitetin e vet, i cili jo gjithmonë shkon siç duhet, dhe qytete si Elbasani, unë jam nga Peqini këtu afër. Po thuajse këto kohë të fundit ka marrë një dallg vdekërprurse nga vetë mënyra se si është organizuar jeta, patjetër është duhet zgjatur me këtë pjesë, sepse politika ka bërë të vetën. Se ti si pedagog dhe lektor që je, pastaj do duhet të futesh edhe shumë në ato shpjegimet e tua edhe... Po do mbetem tek ai gjermano-amerikani i cili thotë për vlerësuar edhe atë që ju thatë në fillim të herës që vendosa ta bëj podcastin tim në Elbasan. E ka një shprehje shumë bukur. Thotë Zot më jep forcë të bëj atë që kam mundësi ta bëj, të ndryshoj atë që kam mundësi ta bëj. Thotë më jep urtësinë të duroj atë që nuk kam mundësi ta ndryshoj, dhe më jep mençurinë të bëj dallimin midis të dyjave. Dhe kjo është shumë filozofike brenda vetes vet, po thelbi i cilës është pavarësisht se si janë mbyllur gjërat, pavarësisht se gjërat nuk shkojnë gjithmonë ashtu siç duhet, njeriu do të tentojë. Camus ka një qasje shumë interesante që thotë njeriu është destinuar të dështojë, thotë, po megjithatë ishte fatalist Camus, thotë megjithatë, sa herë që dështoj duhet ngrihet dhe të vazhdoj të njëjtën revolucion të jetë. Megjithëse e di që fundi i revolucionit do të jetë i pasuksesshëm, do të ngrihet. Me pak fjalë, midis optimistëve dhe pesimistëve, njeriu duhet përpiqet. Ndonjëherë ne kemi një diapazon gjërë të kuptimit, përpjekjes e themi, shiko çfarë po ndodh me Shqipërinë, shiko siç flasim për Shqipërinë, po marr. Shiko gjendja ekonomike, shiko krimi, shiko mungesa e ligjit, edhe ky vend nuk bëhet. Po kush do ta bëj këtë thotë? Nëse ti bën kaq pjesën tënde, ai tjetri pjesën e vet, dikush pjesën e vet, dikush e bën më mirë, dikush më pak, shumë është për bota, shumë kanë hecur. Botën e kanë çuar përpara idealistët, jo interesagjit. Ideali në Europën perëndimore për shembull, ideali u kthy në interes. Kurse në vendet tona interesi shitet në vendet e Ballkanit, do thënë postkomunist, interesi shitet si ideal. Këtë gjë do të përmbysim ne. Ndjes për këtë hyrje kështu gjatë. Ma bëri një hyrje shumë bukur, edhe ke thënë një nga ato shprehje që vërtet unë e pëlqej shumë, edhe e kam praktikuar në jetë, me thënë të drejtën, dhe jam totalisht dakord. Edhe më vjen mirë që ma bëre këtë hyrje, sepse duke qenë se ne do flasim për një temë shumë sensitive dhe ndjeshme, edhe për zhvillimet dhe ngjarjet e orëve të fundit, dhe me që jemi tek ngjarjet e fundit, mos miri se ti Gjinish nuk mund t'i di dikush tjetër, kështu që unë do të bëj atë pyetjen që ne e kemi dëgjuar gjithë këtë kohë nëpër studio televizive, por edhe në bisedat tona mes mish apo në shtëpitë tona. A jemi ne përballë një lufte të madhe botërore apo vetëm një lufte rajonale? Është pyetja që i vjen ndërmend të gjithëve në momentin që shohin ngjarjet e minutave të fundit. Shikoj Nisa, ne kemi hyrë para disa vitesh në një transformim të madh global. Rendi i ri botror. Rendi i ri botror si koncept ka filluar që pas viteve 90, sepse me rënien e pjesës lindore të Europës,
humbi diversiteti ideologjik, humbi konkurenca ideologjike, perëndimi dominoi totalisht. Ndërkohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës ishin të parat që folën për rendin e ri botërar, George Bush Jr. ishte i pari që foli. Pra të gjitha ndryshimet që ndodhin duhet të shohin në këtë kontekst. Në këtë zhvillime, në këtë transformim të rendit të ri botëror, fuqitë e mëdha, të cilët kanë qenë në skenë edhe më parë, mundohen gjejnë vendin e tyre në tavolinë, por nuk është vetëm kaq, se po të ishte vetëm kaq, atëherë do rrinim me ato që kishin pas luftës së dytë botërore. Çështja është që fuqitë tjera rajonale kanë dalë dhe po tentojnë të mos jenë thjesht fuqi rajonale, por pse jo dhe globale. Dhe në këtë kuptim duhet të shikojmë edhe konfliktet që ndodhin. Konfliktet që ndodhin, po ta shikosh, fillojnë midis dy palëve për shumë shpejt, po kthehen në një farë proksi, që të gjitha konfliktet kthehen në proksi. Fuqitë e mëdha mundohen ndeshen në një fushë asnjëse, sepse ruhen mos përplasen direkt. E din shumë mirë që nga përplasja direkt të dyja palët nuk fitojnë dhe nuk kanë garanci. Pastaj me sa duket rendi i ri botëror nuk do ngrihet mbi parimet, po do ngrihet mbi forcën e fuqisë, mbi fuqinë. Kështu që gjithë palët janë të kujdesshme të mos konsumojnë një përplasje direkte. Kam parasysh këtu më shumë perëndimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Bashkimi Evropian është goxha më i tërhequr, Kina dhe Rusia. Po nuk janë vetëm kaq. BRICS-it i ka krijuar një grumbullim shumë interesant botës deri para 10 vjetëve. Tashmë gjeopolitika shumë e lidhur me gjeoekonominë. Madje mund të themi gjeoekonomia është ajo që përcakton dhe fuqitë e mëdha. BRICS-it është një fuqi jashtëzakonisht e madhe. Ka afro 30% të burimeve natyrore. Po është një pol krejtësisht ka në kundërt. Ndërkohë që pjesa perëndimore ku janë dhe alatët tonë, apo alatët shqiptarë, ka një rënje ekonomike. Qoftë do rish në analiza pse është kjo rënje, si është kjo rënje, unë mendoj që ka shumë përgjigje, po ajo që mua më pëlqen dhe dua të qëndroj gjithmonë është çështja e leadershipit. Perëndimit po mungon një leadership i fortë. Dhe këtu më kujtohet një thënie tjetër, nuk e di pse po marr pak kështu entuziazëm këtu. Në podcastin tënd një njeri mençur thonë kështu: ditët e lehta, ditët e mira sjellin lider të dobët. Liderët e dobët krijojnë ditë vështira. Ditët e vështira sjellin lider të fortë dhe ditët e fortë sjellin ditë mira. Si duket, kjo është një cikël që kalon gjithmonë tek shtetet, tek shoqëria njerëzore, dhe me sa duket ne në këtë pjesën perëndimore duhet jemi në momentin e liderëve të dobët. Sepse na kanë sjellë ditë vështira. Ndërkohë që fatkeqësia e madhe e dytë është që lindja me modelin e vet autokrat po shikohet me simpati, jo për shkak të vlerave dhe ofertës që po sjell lindja, por për shkak të dështimit dhe largimit nga vlerat me të cilat u ngrit perëndimi dhe apo do të sëm perëndim. Perëndimi ka heqë dorë nga vlerat. Kur themi ka heqë dorë duket sikur e rënd, domethënë, po mua pëlqen të jem kritik. Me pak fjalë është larguar ose përdor standarde të dyfishta dhe kjo ka krijuar pikpyetje të mëdha. Ajo që bëri perëndimin dominant nuk ishte Boeingu, nuk ishte Microsofti, po ishin vlerat. Vlerat që krijoi ririndja europiane, që krijoi humanizmi europian, që krijuan iluministët, dhe këto ishin ide, këto ishin mënyra se si ne t'i qasemi jetës tonë, ndërsa sot kemi degraduar në një lloj pragmatizmi që nuk është pragmatizëm, por është një standard i dyfisht. Dhe pjedestali i arritjeve të mëdha të perëndimit, bazuar mbi vlerat, sot është në një pikpyetje të madhe, sepse vetë leadershipi i perëndimit është larguar nga vlerat, nuk flet më për këto vlera. Ti e njeh si dy realiteteve, dhe realitetin shqiptar dhe realitetin në lindjen e mesme. Mendon se shoqëria dhe vendet tona janë të përgatitura përballë një lufte të madhe dhe nëse konflikti zgjerohet, cilat janë pasojat e drejt për drejta që mund ta ndjejmë ne në Shqipëri, në vendin tonë. Flasin në aspektin ekonomik, në aspektin e sigurisë, në aspektin psikologjik, se besoj ndikojnë të gjitha. Para një herë nisa që në këtë rikonfigurim të rendit ri botëror nuk është të thënë që fuqitë do të kenë të njëjtat pozita, që do të thotë mund të krijohen aleanca të reja. Mund të bien të vjetra, mund të forcohen aleancat e vjetra, mund të shtohen edhe më tej. Dhe në këtë hamulli të madhe,
Vende si Shqipëria ka nevojë për leadership të fortë dhe lart pamës, jo konjunktural. Dhe me qenë se ti ke qenë flasë qik më tej, po të cilë një rast në mënyrën se si ne i qasim i realitetet. Ministri jonë i jashtë, për shembull, kur shkon në Turqi thot vllai im turk Erdogan, ose Emi vlezër. Kur shkon në Greqi thot kryeministri turk, unë kam nënën minoritare. Ka nevojë. Ke dëgjuar njëri flasi për tillë që sigurisht që jeta personale është jeta personale, shumë e shenjtë, jeta familjare është shumë e shenjtë, po ti përfaqëson një shtet, përfaqëson një kom, që ka një flamur, që ka një gjuhë, që ka nacionalitet. Dhe brenda këtij kombi janë integruar gjithë elementet e çrësi ka, domethënë. Trumpi nuk e ka thënë kur që unë kam prejardhje gjermane për shembull. Po. Apo jo. Çfarë do nuk është kjo mënyra se si ti afrohesh me leadershipin, me se si ti forcon aleancat dhe bashkëpunimet. Aleancat duan akt, jo ndjesi. Duan akt, duan vendimarrje. Kështu që kjo është e para, mënyrën se si ne i qasimi. Çfarë kostosh mund të ketë Shqipëria? Ne jemi një vend i vogël që fare leadershipit dobët, i cili shpesh herë bëhet dhe karrierist më tepër se ç'duhet, dhe qesharak ndonjëherë. Dhe kur them qesharak kam parasysh këtu për shembull deklaratën e para të pak ditëve të presidentit Begaj, i cili i troqi vëmendje Irani të heq dorë urgjentisht nga programi tim për ta marrë. Nuk ke nevojë. Unë nuk arrit ta kuptoj pse kanë këtë lloj leksiku kaq të egër këto. Këto ka një leksik barbar. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Kina dhe Rusia janë çdo ditë në Këshillin e Sigurimit. Nivelet më të larta të debatit, po janë dhe nivelet konkurruese shumë të larta. Janë në shumë vende të botës që përplasen edhe konfliktualisht, jo direkt, domethënë po indirekt, siç është rasti i Ukrainës. Po kanë shumë etikë komunikimi me njëri tjetrin. Dhe janë fuqi, superfuqi të botës. Ne jemi një vend që kemi paktën ushtarakisht vetëm klubin e gjuetarëve. Dhe këta nxjerrin dhëmb. Nuk është nevoja të bësh këtë lloj mercenarizmi. Duhet të jesh shumë serioz, sidomos në një moment tillë që po kalon vendi. Duhet të jemi shumë serioz, ka shtete shumë të fuqishme. Turqia është në një vend kyç për shembull, e cila ka marrëdhënie shumë të mira gjatë gjithë kohës, mbajti marrëdhënie shumë të mira, është nga raste të rralla. Edhe me Ukrainën dhe me Rusinë. Kjo është diplomacia. Ti punon për zhvillimin e vendit tënd, apo punon për të rritur sa më shumë dozën e servilizmit ndaj aleatit X ose ndaj armikut kundërshtarit Y. Nuk është kjo. Çfarë po bëjnë këto njerëz për vendin e tyre? Shiko, një udhëheqës dallon nga një lider politik në një gjë shumë e vogël. Udhëheqësi mendon për të ardhmen e vendit, ndërsa lideri politik mendon si do fitojë zgjedhjet. Për të rikthyer më tej pyetjes tuaj, një pyetje që në fakt e kanë kuriozitet shumë shqiptarët dhe dëgjuesit në këto momente. Anise ne nuk kemi aktorë herë, fare nuk kemi aktorë në këto zhvillime globale. Megjithse dhe ky lloj retorike këto mund ta vazhdojnë edhe kryeministri 2 metrosh i Shqipërisë edhe presidenti dhe të gjithë, domethënë mund ta vazhdojnë këtë lloj retorike, po janë qesharak. Në momentin që duhet të jenë shumë serioz të tregojnë qesharak dhe Shqipëria nuk fiton asgjë fare. Mos harro, Shqipëria mori një goditje shumë të madhe për shkak të leadershipi i cili nuk mendon për të ardhmen kur mori Mekun në Shqipëri. Apo jo, Mujahedinët kur i mori në Shqipëri, ishte një marrëdhënie që duhesh bërë, po patjetër duhesh bërë, po kishte një marrëveshje me Kombëtat e Bashkuara. Sali Berisha kur i mori në fillim i kërkoi Shtetet Bashkuara të Amerikës të hiqnin nga lista e terrorizmit. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës hoqën se ishin akoma organizata terroriste. Erdhën në Shqipëri, patjetër që duhet vinë, nuk ka asgjë të keqe. Ne nuk kemi vend barbar. Një grup njerëz i cili persekutohet në vendin e tij, patjetër që mund të vijë tek ne. Nuk ka asgjë të keqe, ne jemi njerëz human, si gjithë bota, dhe bëjmë gjë të mirë. Por duhet të kishin bërë të qartë atyre njerëzve të qëndronin brenda marrëveshjes, ata nuk ishin drejt merreshin me aktivitet politik. Meku, po ta shikosh si një bunker, Anisa, ju s'ken merre kamerën e podcastit dhe tenton të futesh. Unë kam qenë. Nuk futesh. Po, unë kam qenë. Je fut brenda. Po, jam fut brenda, e kam vizituar. Ato njerëz që mbi sipërfaqe nuk i shikon, i ke gjithë kohën poshtë. Çfarë bëjnë ato njerëz poshtë? Shumë e vërtet. As martohen me njëri tjetrin, as shtohen, as kanë gëzime. Ato janë ushtar robot. Po që jetojnë, që marrin frym, që kanë gjak. Por nuk jetojnë si njerëz normal, megjithatë ajo është zgjedhja e tyre. Ajo është zgjedhja e tyre. Shteti ka
ka përgjegjësi, nuk duhet i lejonte ato të merreshin me aktivitete të tilla. Nga Shqipëria ato bën disa sulme kibernetike. Nga Shqipëria ato nxitën nëpërmjet rrjeteve sociale opozita të tjerë. Nuk mund ta bënin. Pse Shqipëria nuk e bën Francë, e ka ndaluar Franca këtyre. E ka ndaluar Europa, sepse unë nuk mund unë hap dyert në emër të humanizmit, në emër të marrëdhënies me aleatët, detyrimin që kemi me aleatët tonë për ju, por nuk mund marr përsipër të vënë rrezik sigurinë kombëtare të vendit tim, mirëqenien e vendit tim për shkak se ti kërkon të ngacmosh një shtet fuqishëm si Irani nga territori im. Kjo nuk ka sens. Dhe kjo ishte arsyeja që ne u ndodhëm përpara atij sulmi aq madh kibernetik nga Irani, që e bëri cop dhe tregoi se sa karikaturë ishte ky shtet, cilën neve leadershipi i dobët mundohet të na e tregoj si një elefant madh, i cili është i paprekshëm. Kush është për ta mbyllur, kush është dëmi më i madh i Shqipërisë duke qenë që nuk është aktor. E para një zgjerimi luftës do bëj një krizë shumë madhe energjetike, sepse aty janë burimet më të mëdha të naftës dhe të gazit. Anisa janë 30% të burimeve të gazit. Pikërisht nga ngushtica Hormuz, e cila menaxhohet nga Irani, kalon e gjithë nafta e Kuvajtit, e Bahreinit, Omanit, Arabisë Saudite, Emiratet Bashkuara, e Katarit, por edhe e Persëve, domethënë e Iranit. Dhe më mbyll ajo, imagjino se ku shkojnë çmimet e naftës. Sot që po flasim, nafta është rritur, që nuk ka një krizë, nuk ka ndodhur asnjë lloj krize, është rritur 10% për fuqi. Duke marrë parasysh që ne jemi një shtet që kemi qef krizat, se nëpërmjet krizave pushtetarët tonë joshen, rrisin pushtetin, rrisin korrupsionin, rrisin gjithçka të zezë. Ne i rrisim çmimet dhe pa ndodhur kriza. Po ky është një nga problemet më të mëdha të botës. Problemi i dytë, Hormuzi ndodhet pothuajse ngjitur me kanalin e detit Kuq. Në detin e Kuq del për në mesdhe, nëpërmjet ngushticës, nëpërmjet kanalit të Suezit, 90% e tregtisë botërore tregtare nga lindja, 90%. Vetëm Europa me Kinën ka këmbim $1 miliard në ditë, vetëm nëpërmjet Suezit. Imagjinoni se çfarë krize. Kur flasim për energjinë, duhet të kesh parasysh që lëvizin bursat, lëvizin financat, lëvizin tregjet, nuk është thjesht çështje e mungesës energjie. Po të llogarisësh pastaj tjetër që mungesa e energjisë, çfarë efekti dëmshëm do ketë në ekonomik, dhe të gjitha këto janë faturat që i bajnë qytetarët në fund fare. Të gjitha këto përfundojnë tek ne, se shtetet i zgjidhin në një farë mënyre. Ky është problemi më i madh. Problemi i dytë është midis shumë të tjerëve, çështja e sigurisë. Ku do shkoj kjo luftë? Sepse kemi disa konflikte që po hapen dhe s'po mbyllen dot. Ke konfliktin e Ukrainës. Presidenti Trump në gjatë fushatës tij premtoi që do ta mbyllte me telefon, duket se ka të pamundur. Të paktën për momentin. Gjë që nuk e ka bërë akoma. Ke konfliktin e Gazës, akoma nuk është mbyllur. Ke problemi me Libanin, akoma nuk është mbyllur. Filloi tash Irani, po s'dihet se ku do shkojë. Tani që po flasim, presidenti Trump me siguri sipas orës podcastit që jemi tani, duhet të jetë duke bërë mbledhjen e Këshillit të Sigurisë Kombëtar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Problemi më se çfarë vendimi të marrë Amerika. A do ndërhyjë në konflikt apo jo? Ndërkohë nga krahu tjetër, Kina, Pakistani, Korea e Veriut dhe Rusia e kanë shprehur qartë pozicionet e tyre pro Iranit. Irani është nga vendet themeluese të BRICS-it. Është partner, ka 2 marrëveshje strategjike ushtarake shumë të rëndësishme, një me Rusinë dhe një me Kinën. Kështu që konflikti Iran-Izrael është shumë i madh, shumë i rëndë, shumë i rëndësishëm, por rreziku për të përhapur konfliktin është akoma më i madh. Shumë e rëndësishme se si do reagojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, teksa po lexojmë në këtë mënyrë konflikti duket sikur jemi të anshëm, se po shikojmë vetëm palën tjetër. Por nga ana tjetër duket se edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Perëndimi kanë për detyrë të mbrojnë aleatët e tyre, të mbrojnë aleancat. Kjo është bota. Këto janë bashkëpunime. Ditë të vështira që kalon ti do të gjendem unë. Ditë tjetër do vish. Dhe këto janë këmbimet. Shtetet Bashkuara janë të detyruar të mbrojnë Izraelin, sepse kanë aleatin e tyre më të rëndësishëm. Çështja është, a mund ta mbrojnë Izraelin, duke qenë se vetë Izraeli e nxjerr veten me veprimet e tij nga çdo lloj reference. Izraeli nuk pyet për ligjet, nuk pyet për konventet, nuk pyet për vlerat. Të paktën atë që po shikojmë Gaza. Po dhe me që jemi këtu. Dhe problemi është, problemi është, dhe ky është problemi më i madh, dhe nuk ta nis akot bisedën tek vlerat. Përse pjesa më e madhe e Unionit Evropian akoma qëndron larg dhe akoma është kritik. Ministri i Jashtëm i Francës dje deklaroi
konfliktet nuk duhet zgjidhen me ndërhyrje ushtarake, por duhet zgjidhen me bisedime. Dhe mori iniciativën ka marrë si thua porosi nga presidenti Macron që ndërhyj dhe të marrë rol negociatore në këtë konflikt. Pra, bota në një farë mënyrë perëndimi po themi ka rënë në kurthin që Putini dhe lindja patën kohë që dëshironin ta kishin. Perëndimi i përçar. Perëndimi jonë sot është i përçar për shkak leadershipit, për shkak largimit nga vlerat. Kjo është ajo ajka e bisedës. Pastaj nëse do merremi ai e goditi me shpull bashkëshortja Macronin apo se goditi me shpull, to janë histori banale pastaj. Çështja është leadershipi është perëndimi është i përçar për shkak leadershipit dhe mbi gjitha për shkak largimit nga vlerat, nga referencat kryesore të perëndimit. Dhe fatkeqësisht ky është momenti që sistemet dhe modelet autoritare po e shfrytëzojnë dhe po marrin terren. Sa më shumë vonohet perëndimi në ringjalljen e vlerave të veta, jo të fuqive, të vlerave, aq më pak terren do marrin. Sa më shumë të vonohet, ndoshta do jetë vonë. Dhe këtë sa flasim për konfliktin Izraelit me Iranin, po them ky është një konflikt shumë i madh, mund bësh 1000 podcaste me këtë. Unë do të sjell vetëm një thënie shumë të madhe të Kissingerit, babait të diplomacisë botërore, i cili para se të vdiste vitin që shkoi, në moshën 100 vjeçare, pak ditë para se të vdiste, teksa fliste për konfliktin me Gazën, që s'kishte filluar akoma. Dhe për sjelljen e Izraelit ai tha një fjalë shumë të madhe. Tashmë shumë vonë, gjithçka ka mbaruar. Ai kishte fjalën për Izrael. Kisingeri ka qenë një hebre, nga hebre që ka mbështetur jashtëzakonisht Izraelin, sepse çfarë nuk kuptonte me këtë dje. Je një shtet që nga 48 deri tani je shtet, çfarësi ka se si u krijove, si ndodhi domethënë. Problemi është çfarë prodhove. Izraeli nuk ka prodhuar kur paqe dhe siguri për rajonin. Dhe e keqja është që ne akoma vazhdojmë me Iranin dhe ka një lloj iranofobie ordinere, po themi. Irani shtet terrorist, Irani do ta zhdukë Izraelin. Irani nuk ka luftuar kurrë me Izraelin. Duket sikur njerëzit janë ndarë në dy kampe, po ti vesh rreth në bisedat e tyre që bëjnë. Këtë po them. Flas në biseda, po e them kështu, në biseda banale pa e hyrë analizave logjike, politike, gjeopolitike etj. Të thash fillim terës. Dhe po kthehen si tifoz, fatkeqësisht e shoh në këtë. Është fiks. E kam parë në këtë prizëm dhe më vjen keq kur arrin dhe i diskutojnë, sepse për të bërë një diskutim të tillë mendoj që duhet të kesh edhe pak njohuri të dhura ose të marrësh një informacion mbi se si ka nisur kjo gjë, se nuk është se ka nisur tani dhe ne po e diskutojmë tani. Anisa, çështja po ashtu është, ne po e shohim si mercenarë historinë, nuk po e shohim si njerëz që duhet të shërbejnë paqen dhe stabilitetin në fundit. Sepse paqja si stabiliteti në çdo cep botës ndikon edhe tek ty. Aty ku prishet paqja, stabiliteti, edhe ti do kesh penalitetet tua. 11 shtatori ndodhesh te Shtetet Bashkuara të Amerikës, po ndikon gjithë botën. Apo kaq është që mos zgjatem më shumë. Çështja është edhe kaq do të mbyll. Çështja është mirë në këtë rast. E para ka një manipulim, një propagandë të ulët, të poshtër, domethënë. Nëse do të gjykosh të paktën ne që mendojmë që jemi njerëz jashtë politikës, kemi gjithë drejtën e Zotit të themi gjëra të hapura, ashtu siç janë. Do të t'ia fusim te kot ndonjëherë, kupton. Po ky lloj mercenarizmi që u shoh në media është merr. Njerëz që jetojnë në ditë lira, kanë gjithë hapësirat ligjore, të jenë të lirë dhe i vret kaq shumë liria duan vetë ofrohen për të bërë mercenar, për të bërë propagandë. Unë nuk arrit ta kuptoj domosdoshmë, sidomos për ne shqiptarët që themi, "Oh, 50 vjet kaluam demokracisë, kishim liri." Ja ku e ke lirim pra, pse nuk e shfrytëzon? Pse bëhesh mercenar? Nuk të prish aleancat. Fare. Shqipëria ka të përcaktuar Anisa aleancën e saj, sepse ne jemi vend evropian, jo pse e themi sot. Ne kështu kemi qenë gjithkohon. Tash u kujtua Europa se ka dhe një vend mes saj që quhet Shqipëri. Tash u kujtua, duhet i themi këtë gjëra. Tash u kujtua Europa që disa popull dhe disa shtete nuk kanë asnjë dhjetën e historisë tënde dhe të kulturës tënde shqiptare. Por ne shqiptarët e patëm shumë vështirë për t'ia thënë botës, sepse kishim ngarkesat tona, inferioriteti nga njerëz inferior, nga udhëheqës të dobët që drejtojnë këtë vend. Kaq është historia. Tani që të mos zgjatem shumë gjatë, sepse për konfliktin me Iranin mund të flitet shumë. Nuk është Irani pjesë destabilizuese, po është Izraeli. Nuk është Irani që ka sulmuar Izraelin, po është Izraeli që ka sulmuar Iranin. Në 70 ca vite që kur është themeluar shteti Izraelit nuk ka pas kur përplasje me Iranin. Me siguri të janë nisa me zor pret dhe thua shikoj se Irani ngriti gjithë të milicit, gjysmën e milicive shite, po është e vërtetë Anisa.
sepse Izraeli ka dalë me planin e Izraelit madh. E dini pse nuk e trajtojmë planin e Netanyahu ashtu siç është, po fillojmë përdorim terma idiot të kërkojnë ndjes për fjalorin, po janë terma idiot, thuash Izraeli po vetë mbrohet, prandaj vret 18.000 fëmijë në Gaza. Izraeli po vetë mbrohet, prandaj prish tezet bërthamore të Iranit. Nga kush po vetë mbrohesh? Nga arma bërthamore që pritet krijoj Irani. A e di bota që Izraeli ka armë bërthamore dhe nuk figuron ke shtetet e deklaruar me armë bërthamore? E dini 9 shtete që kanë armë bërthamore në botë. Nuk është Izraeli aty brenda. Se ka pohuar kur. Gjithë bota e di që ka armë bërthamore. Nuk ka shkuar asnjëherë agjencia ndërkombëtare e energjisë atomike bëj kontroll në Izrael. Ç'është ky shtet që ka krijuar bota, i cili del mbi ligjin dhe kërkon t'i marrë të zvarr pjesë të tjera, por mos harro diçka, nuk jenë Shqipëri, që mund ta çash shumë shpejt. E jeni territor që kanë historinë e botës. Para se të kalojmë tek fotot e personazheve që ti do t'i komentosh, un kam dhe një pyetje të fundit që dua një përgjigje shkurtimisht. Supozojmë nëse ndodh që në muajt në vijim situata në lindjen e mesme del jashtë kontrollet. A ka ndonjë vit kuqe që nëse kalohet vija kuqe nuk ka më kthim pas? Po, Anisa. Jemi përballë një rreziku shumë të madh. Për të ndëjtur, për të marrë shumë kohë. Çështja është kush do të jetë pozicioni i Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse Izraeli ka humbur luftën. Izraeli ka bërë masakër në Gaza, por nuk e ka zhdukur dot Hamasin. Apo sot e kësaj dite Hamas e dini se prandaj më merr edhe emocionalisht diskutimi për tilla gjëra, sepse më vjen keq. Që jetojmë në ditë lira dhe vazhdojmë propagandë shumë të poshta. E dini se Hamasi bën 60 deri në 80 aksione në ditë kundër ushtrisë izraelite. Ato kushte të tmerrshme që është. Vin tani dhe kërkojnë të lidhin Hamasi me Iranin. Nuk ka pas kur lidhje Hamasi me Iranin. Kur. Janë dy ideologji, janë dy organizime krejtësisht të ndryshme. Është tjetër gjë Hizbullahu në Liban dhe tjetër gjë Hamasi këtu. Megjithatë çrënsi ka. Kush janë vijat e kuqe? Është shumë e rëndësishme pozicioni i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Thashë Izraeli u humbi luftën. Ose më mirë po themi, nuk e ka fituar luftën me Hamasin, përderisa ai lufton për ditë. Nuk ka fituar me Houthit, nuk ka fituar me Hizbullah. Netanyahu duhet një mënyrë për të dalë nga kjo. Ishte shumë e lehtë për të futur. Gjithmonë problemi, e kam thënë që në fillim të konfliktit, problemi do jetë se si do dalë Izraeli në këtë luftë, sepse Izraeli është një moment shumë vështirë. I bie gjithë imazhi e një superfuqie rajonale, cilën e ka patur deri tani. Kjo superfuqi s'po mbyt dot dhe s'po vën dot poshtë disa grupe guerile, sepse ka ndryshuar koncepti i luftës. Po ka ndryshuar shumë edhe parimi i luftës, varet se për çfarë jeton. Në Palestinë kur vdesin njerëzit qeshin. Nënat nuk qajnë, nuk mbajnë zi. Kurse në Izrael kur plagoset një njeri bëhet nami zi, sepse këto luftojnë për bijetes faktikisht. Palestinezët, ne kemi shumë vështirë ta themi. Palestinezët goditen gjithë ditën prim parti duke rënë mbi 50 vjet njerëz nëpër tabore për të marrë ushqim. Për herë të parë pas luftës së dytë botërore po përdoret uria si armë lufte. Këtë po bën Izraeli. Dhe kur themi Izraeli prapë e ritheksoj, e djatha ekstreme, sioniste, judaiste është merr. Është një organizatë politike ose janë grupe politike të cilët kanë parime raciste në vetvete. Të përmenda thënie talmudike, po do ta marr pa kohë, sepse dua t'i them këto gjëra për të qenë korrekt. Të lexoj disa thënie të Talmudit. Po. Për të bërë më të qartë shikuesit e podcastit ton, për ta lexuar dhe jashtë atyre që themi nëse ndoshta edhe nuk i pëlqejnë fjalët tonë. Po japim burimin, shkojeni lexojeni dhe shikoni se sa korrekt është Netanyahu, kryeministri i vendit, sa përshtatet me thënet e këtyre teksteve të shenjta, veprimet e tij politike. Më gjë çfarë thotë. Jo hebrejt nuk janë njerëz, janë egresira, thot Talmudi. Një hebrej nuk mund të udhëhiqet nga një kafsh me forma njerëzore dhe çdo hebre është kafsh me forma njerëzore. Këto janë ekstremizmat, Anisa. Ose për shembull, është e lishme të vrasësh çdo që dënon Torahun, librin e tyre të shenjtë. Kristianët janë ato që dënojnë Torahun. Pra mos mendoni se është krijuar ideja që ka një konflikt që sionizmi dhe judaizmi ekstrem
ultra-ortodokse ka muslimanët. Shka Torau është shkruar para se sa të vinë muslimanët. Po. Dhe këtu përmenden të gjithë jo hebrejt dhe posaçërisht krishterët vetvete. Të merri madh. Teksa shef në Gaza gra dhe civil vrarë pafund. Shikoj se çfarë thon këto tekste interpretuese të Toraut. Një grua shtozan jo hebreje nuk është më e mirë se sa një kafshë e mbarsur. Po e mbyll me kaq për të thënë, ju do thoni, okay, mirë, ç'lidhje kemi ne sepse kemi interpretues pafund të islamit ose të krishterimit që devijojnë dhe përdorin doktrinë. Po është e vërtet, po ka një dallim shumë madh. Nuk janë tekste indoktrinime, janë interpretimet e njerëzve, kurse këto janë tekste. Dhe këto janë tekste, Anisa, Izraeli ka një sistem që përveç shkollës, fëmijët studiojnë edhe pjesë religioze, nga rabinët dhe këto klasë kështu edukohet brezi atje. Duke gjëra të thjeshta këto, po nuk ka asnjë element në historinë e njerëzimit i cili ndikon tek njeriu sa çka ndikuar religioni, bot kuptimi religjios, nuk ka rëndësi çfarë është monoteist, pagan, politeist, dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe këto e kanë bërë këtë. Prandaj thonë tek Singeri është shumë vonë midis tjerave. Edhe një fjali, çfarë do ndodhë me konfliktin? Ka dy Shtetet Bashkuara të Amerikës patjetër që mundohen ta nxjerrin Izraelin nga ky grob ku ka rënë dhe ku e djata ekstreme izraelite po përpiqet ta tërheq Amerikën, Shtetet Bashkuara të Amerikës brenda. Pat 5 raunde negociatash me Iranin, Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe negociatat po shkonin okay. Mos haro që vitin 2015 kur filluan negociatat dhe marrëveshja e Shtetet Bashkuara të Amerikës me Iranin, Irani kishte uranium 3 deri në 4% të pasuruar dhe nuk tentonte të shkonte më tej. Ishte pikërisht politika e Shtetit Bashkuar të Amerikës në vitin 2018 me presidentin Trump që u tërhoq nga marrëveshja dhe sot kemi përballë një Iran i cili ka të paktën 600 kg uranium të pasuruar mbi 60%. Që do të thotë mund bëj mbi 15-20 bomba atomike sot dhe ky është problemi i madh. Ky është problemi i madh. Shtetet Bashkuara të Amerikës u mendoj në rastin më të mirë do ndërhyjnë për të bërë një goditje të pjesshme, jo një luftë madhe, vetëm disa tece. Janë 3 tece kryesore bërthamore për të dhënë një mësim Iranit, sepse nuk ka forca as duket. Sot në mbledhjen që do bëj sot presidenti Trump, një nga pyetjet që do të drejtojë këshilltarëve të tjerë dilin cila është nëse do godasin me bombën e famshme, e cila hap një krater 60 metra GBU 50 ca, e cila hap një krater 60 metra dhe peshon 13.6 ton. A do kemi mundësi ta shkatrojmë centralin bërthamor iranian? Kjo do jetë pyetja kryesore. Do të them, presidenti Trump është shumë i qartë. Do bëjmë goditje, por a do kemi rezultatin apo jo? Nuk e shkatron dot. Sepse shumë thellë. Është e pamundur, kanë thënë gjithë specialistët. Atëherë çështja është që të arrijmë një marrëveshje dhe unë mendoj që në këtë pikë do shkojë, do bëhet një presion i madh, qoftë me ndonjë goditje, po harroje që Shtetet Bashkuara të Amerikës të ndërmarrin një ndërhyrje afatgjatë dhe të hyjnë në luftë direkte me Iranin. Historia se do rrezoj Bibi Netanyahu regjimin autokrat ajatollave është një gënjeshtër e madhe, nuk ka mundësi ta rrezoj dot, sepse rrëzimi i regjimeve bëhet me komsëri, nuk bëhet me sulme erore, dhe Irani është një territor me 1.6 km2, nuk e shkel dot asnjë ushtri, nuk ka kapacitet, plus që me futjen në ditët e fundit, me futjen e armatinave të reja, armë strategjike siç i quhen Teherani, si që këto Fatah 2 ose raketa Sigjil, po ndryshojnë ekuilibrat e luftës. Dhe në qoftë se do ta lejojë perëndimi Iranin që të shkojë më tej, domethënë të bëjë goditje më të forta në Izrael, atëherë të gjitha luftat Anisa mbyllen me diskutime, fund fare me diplomaci. Irani do jetë shumë i fortë në tavolinën e të gjitha luftrat mbyllen me diskutime dhe diplomaci. Patjetër me marrëveshje. Kështu dua ta mbyll këtë pjesë të pyetjeve tona për të kaluar te 3 personazhet që un kam zgjedhur për ty për të komentuar shkurtimisht. Un kam zgjedhur 3 prej tyre, i një shumë mirë të 3. I pari fare është Recep Tayyip Erdogan, presidenti i Republikës së Turqisë. Anisa, un jam një nga kritikët e islamit politik. Presidenti Erdogan nuk është simboli i islamit politik, por e ka përdorur pjesën religioze
e nisa me atë pjesë që duhet ta kritikoj, mënyrën se si e përdor religionin. Megjithse në qoftë se kthehesh në retrospektiv, shoqëria turke kishte nevojë për një president i cili t'i jepte frymare pjesës më të madhe të popullit, e cila ishte religioze, siç është religioze në Gjermani, aq sa është religioze në Gjermani, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por e shtypur gjatë gjithë kohëve ndaj qemalizëve të cilët nuk ishin laik dhe gënjeshtër e madhe, ishin antireligios. Kjo pjesë, cilët Erdogani në sollin pushtet, ishte pikërisht pjesa e shtypur religioze. Mënyrën pastaj se si përdoret religioni në tekste të pafundme, unë këtë e urrej, domethënë. Nuk e shoh religionin një pjesë larg politike, sigurisht që indikon se çdo njeri në vetvete ka dhe pjesën e tij të brendshme pavarësisht sa se shpreh. Po ne jemi në një botë kufit midis pak në sistemin modern në cilin ne jetojmë. Bota laike ka të përcaktuar kufire midis laikes dhe midis religiozët dhe religiozës. Politika nuk mund të ndërhyjë në fe dhe feja nuk mund të ndërhyjë në politikë, sepse në qoftë se ndodh kjo ndërhyrje, bie sistemi vetvete. Duhet të shkojmë në një sistem tjetër. Çfarë personazhi është? Është një personazh. Kjo ishte pjesa kritike. Kjo ishte pjesa kritike. Pjesa e mirë ka bërë ndryshime shumë dha, ka përmbysur historinë e Turqisë me të drejtat që dha pjesës tjetër të shoqërisë, pavarësisht se kush nuk e pëlqen këtë pjesë. Ka bërë ndryshime shumë dha ekonomike, Turqia është bërë superfuqi në kohën e Erdoganit. Pavarësisht krizave të mëdha dhe krizat financiare që ndodhin në Turqi, ka nevojë për një podcast tjetër, është vetë komponenti turk apo ka duar tjera. Besoj se gjithë bien dakord që janë pjesë tjera ato që bëjnë krizën. Është një njeri që në një masë të madhe e ka respektuar demokracinë pavarësisht se si flasin kritiket e tij. Erdogani ka ditur të fitojë Stambollin, po ka ditur edhe të pranoj kur humb Stamboll. Nuk është e vërtetë që në Turqi shteti, institucionet shtetërore, gjykatat, prokurorit janë kapur nga Erdogani, kjo s'është e vërtetë. Gjithë ato që e njohin Turqinë, qoftë dhe modesti se din shumë mirë se çfarë bën gjykatat. Është një njeri që u përball me një grup shteti kriminal që në fillim të mandatit të tij me gylenistët dhe nuk që gjë e vogël, një grup shteti i cili filloi nga një organizatë terroriste e Gülenit që është brenda në Turqi, por që patjetër që u mbështet me faktorë të huaj se nuk do të një grup shteti në një shtet modest, jo si Turqia, pa pas një mbështetje, dhe ja doli. Dhe kjo që lidhja dhe respekti që pat populli për Erdoganin, se nëse atë natë nuk do dilin në aeroportin e Stambollit ose në rrugët e Stambollit qytetarët, Erdogani ishte vrarë dhe gylenistët do bënin grup shteti. Ishte realizuar grup shtetit. Dhe ajo është një mësim për ne. Çfarë kuptimi, mënyrën si reagojmë ndaj rrezikut. Kështu që për mua është një personazh që ka arritjet e tij, ka dështimet e tij, nuk jam i thari këtyre personazheve. Personazhi i radhës, ai për të cilin ne folëm gjatë gjithë podcastit. Koha do ta tregoj. Ky është personazhi i momentit. Bibi Netanyahu është personazhi më interesant në botë, por edhe më i papëlqyer në botë. Mbi 70% të popullit izraelit sipas statistikave nuk e duan Netanyahu, megjithëse janë momente lufte dhe momente lufte popullit gjithmonë mblidhen, domethënë. Bibi Netanyahu është nga manipulatorët më të mëdhenj të opinionit botëror. Ju kujtohet 7 tetori kur morin telefon presidentin Biden dhe i tregonte se si Hamasi kishte therrur dhe ishte prerë kokat foshnjave dhe krijoi gjithë. Kjo është metoda se si ekstremistët sionist, judaist të ekstremit djathtë në Izrael nëpërmjet lobinjeve të cilët kanë një ndikim shumë të madh në botë, kanë krijuar dhe kanë manipuluar gjithë mendjet e njerëzve dhe një nga problemet e mëdha që ka Izraeli sot nuk është Hamasi. Izraeli nuk e shkaton as Hamasi, as Irani. Izraelin do ta shkatërrojë vetë aty. Unë kam bërë një shkrim çuditërisht një vit para se të fillonte lufta me ose sulmi Hamasit 7 tetorit me Izraelin. Dhe quhet profecit e Izraelit ku flisja për shqetësimin që kishte Izraeli mbi mallkimin e dekadës të 8 që quhet mirë po aty. Prandaj po them që është një shtet që lidhet më të lartë politik janë shumë të ngarkuar nga pikpamja religjioze, sepse është një shtet, është një popull etno-religjioz në vetvete. Ajo etni judaistët hebrejtë lidhen shumë me judaizmin vetvete. Dhe Netanyahu
në ato profeci flitet për mallkimin e dekadës 8 që do shkatërrohet Izraeli, që thonë izraelitët vetë, sepse besojnë shumë profeci. Po mua më kujtohen që në atë debat u përfshin mendjet më të ndritura, qoftë politike, qoftë mendimit në Izrael, brenda Izraelit, po dhe bota hebre jashtë Izraelit. Dhe më ka bërë përshtypje shumë nga këto qëndrime synonin këtë pikë nisa. Izraeli ka filluar procesin e vetë shkatërimit. Dhe po ta shikosh sot, madje është dhe një tezë që luhet. Bibi po vazhdon luftat jo thjesht për të vazhduar idenë talmudike sioniste të Izraelit, po edhe për të shpëtuar veten e tij nga gjyqjet e tjera sepse është i korruptuar. Për të dhënë jetë, si thua, për të dhënë frymar jetës tij politike, por e vërteta është pikërisht kjo që edhe gjatë përplasjes me Hamasin, presidenti Herzog doli disa herë dhe foli mbi çarjet e mëdha shoqërore, kastat që ka shoqëria izraelite dhe i bëri thirrje popullit të tij të mos kthehemi në ditët e para 7 tetorit ku ishim në prag të një lufte civile. Unë mendoj që rreziku i madh për Izraelin nuk janë për ta mbyllur as Hizbullahu, as Hamasi, as Irani. Rreziku më i madh për Izraelin dhe për ekzistencën e Izraelit janë ekstremistët që ka brenda vetes vetë. Dhe në fund, jo pa qëllim ta kam lënë fund këtë personazhi. Di që ndoshta do kesh shumë për të folur për të, por dua di çfarë personazhi është për Ermir Gjenishin, Hafiz Sabri Koçi. Unë kam pasur fatin të punoj të jep shumë afër Sabri Koçit. Kam qenë në kryetar i Komitetit Musliman nga viti 2000-2005, në kryetar i parë i brezit studentëve të shkolluar që erdhi, në kryetar i parë i brezit studentëve të shkolluar që erdhi, si thua, kam qenë zgjedhja Sabri Koçit, por një personalitet i jashtëzakonshëm, një njeri shumë i mirë, një fisnik i madh, një njeri shumë i mençur, një njeri me një intuit genetike të lindur. Imagjinoni Anisa, ai ishte më shumë se 20 vjet që ishte kaluar në përburgje, ai nuk ishte kur urrëtia, nuk përmendte kur emra, nuk fliste kur me urrëtia për njerëzit. Kur. Ishte një që qëndronte parimeve, ishte shumë fetar, por fetar i shkolluar, fetar i zgjuar. Shpesh herë kujtohem bërë mirë që më kujtohem çove në ato vite. Janë nga pjesët më të mira të jetës time në Shqipëri, për herë vërtetës, e kam thënë konfidencë. Nuk do kem paktën veten time shpirtërisht, unë nuk do kem kurrë një përmbushje siç e pata ato vite me Sabri Koçin. Ishte një botë komplet tjetër, një njeri që nuk vjen më sipër. Një njeri që dha shumë paqe, dha shumë mirësi. Një njeri që kishte gjithçka dhe nuk mori asgjë me vete, po dha gjithçka për në tjerën. Një njeri që kur drejtonte atë institucion kishte edhe kritik pafund siç ndodh. Dhe kur nda nga jeta dhe sot njerëzit kur qëllon ndonjëherë, kështu që flasim, thonë fjalët më të mira për atë njeri. Dhe kjo ndoshta është një leksion tjetër që ne duhet mësohemi të respektojmë dhe të dëgjojmë njerëzit e vlerëshëm atëherë kur ato janë gjallë, sepse kur ikin mbeten vetëm mësimet e tyre. Dhe ndoshta kur nuk dëgjojmë siç duhet, kur janë gjallë, bëjmë disa hapa të gabuara, të cilat nuk mund t'i ndreqim edhe kjo na mban një peng brendshëm. Dhe unë jo qëllimisht ta vura si personazh të fundit, duke ditur edhe lidhjen që ti ke patur, edhe duke të rikthyer shumë pas në kohë me atë çka ti ke jetuar gjatë kohës që ky personazh i rrallë ka shërbyer dhe ka jetuar në Shqipëri. Ermir Gjenishi, të falenderoj shumë që ishe pjesë e Bahiti Podcast, mes analizave tua. Më pëlqeve shumë që ti zgjodhe të futeshe sa në botën akademike, edhe në ato shpirtërore, dhe në ato diplomatike, dhe në realitetet të mëdha, edhe të thoje gjëra që ma merr mendja që aty kuftohesh zakonisht që ritmi është më i shpejt. Ndoshta nuk të del dhe koha për t'i thënë, por mendoj që prandaj janë krijuar dhe këto podcastet si një kafe misore mes
moderatorit dhe personazhit, ku ne t'i sellim publikut gjëra që kanë dëshirë të dëgjojnë, gjëra që nuk i kanë dëgjuar, por gjëra që mbesin që sa herë të duan ta rikthejnë atë emisionin në kanalin e YouTube-it dhe të kenë atë dëshirën e mirë për t'i kuptuar, por edhe për t'i mbartur ndër vete dhe në mendjen e tyre. Ishte një kënaqësi që ishe këtu edhe ndave me ne, kaq analiza të thelluara, por mbi të gjitha the dhe shumë gjëra për të cilën të jam falendëruese se do unë mësova gjatë këtij podcasti. Anisa, faleminderit shumë për modestinë, për komplimentet, por edhe për modestinë. Ishte kënaqësia ime. Në fakt, podcastet duket sikur janë një risi, po sipas studive meqense tu t'i japim vlerësimin e vetë të podcastit si formul. Po, patjetër. Mendoj që pas 10-15 vjetësh nuk do ketë në televizione, në të paktën perëndim do ketë podcaste. Këto ta thajë edhe pak me hile, sepse mund të ndodhë që të kesh një listë gjatë të ftuarish nesër dhe ndoshta nuk do të bjerë më radha për të na ftuar sërish, por unë kam zënë radhën që tani. Sërish në sezonin e dytë të jap fjalën që do jesh sërish një nga personazhet e mi të ftuar. Se e di çfarë ndodh për ta mbyllur, nëpër studio televizive ndodh që ti ftohesh shumë herë, por podcastet, duke qenë se janë tjetër format nga çofron televizioni, ndodh që një i ftuar të riftohet edhe një herë, ose në rast kur ka patur një përqyeshmëri shumë të madh në publik dhe ka patur impakt, por edhe në rastin e sinergjisë dhe kimisë së mirë që ai krijon me moderatorin. Kështu që unë mendoj që ti je një nga ata personazhe që publiku kur ta dëgjoj do ketë dëshirë ta ridëgjoj sërish. Kështu që ne premtojmë që në sezonin e dytë të Bahiti Podcast, një prej personazheve që do kemi të riftuar sërish do jetë Ermir Gjinishi. Faleminderit shumë, Anisa, do vi patjetër. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit dhe ju që na ndoqët dhe shihemi në episodin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.